Partia Demokratike ka ndërtuar pak a shumë plotësisht koalicionin me të cilin do të hyjë në zgjedhje. Ka përvijuar narrativën që do të ndjek në fushatën e zgjedhjeve dhe ka shfaqur ekipin që do të paraqes para shqiptarëve si ekipin që sipas saj të jetë qeveria e nesërme. Kur një parti ose grupim politik gjendet në opozitë, bie në opozitë ai përgjigjet gjatë kohës që është në opozitë të shndërrohet në një projekt politik që kur të vijë koha e zgjedhjeve të përfaqësojë ndryshimin. Nëse një parti apo grupim politik që është në opozitë nuk arrin të perceptohet nga publiku si ndryshimi, ai kurrë nuk arrin të fitojë zgjedhjet vetëm nëse do të ndodhë ndonjë katastrofë apo katraure pa imagjinueshme në kampin e qeverisë. Zakonisht mënyra se si një grupim apo një parti e nis opozitën, sjellja dhe qëndrimet e saj në nisje të opozitës, do me thonë në nisje të mandatit të saj opozitar, pasi ka humbur zgjedhjet, do të përkufizojnë edhe gjithë opozitarizmin e saj në vitet e opozitës. Kjo nisje do të përcaktojë edhe mënyrën se si ajo do të shfaqet si alternativa e pushtetarit në zgjedhje. Partia Demokratike në vitin 2021 u përball pas humbjes së zgjedhjeve me një krizë të thellë. Kjo krizë kishte të bënte me shpalljen non grata të ish-kryetarit të saj Sali Berisha nga SBA. Paaftësia e Partisë Demokratike për të zgjidhur këtë krizë, për të zgjidhur këtë çështje, e shtyu Partinë Demokratike në një luftë gati civile. Pas luftës civile, Partia Demokratike u rikthye në drejtimin e ish-kryeministrit Berisha. Gjatë gjithë luftës civile, Sali Berisha dhe ndjekësit e tij ndërtuan narrativën e komplotit të Ramës, të administratës amerikane, të George Sorosit ndaj Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Ndaj tyre ishte bërë një komplot i thellë dhe i mirë organizuar ndërkombëtar, në të cilin ishte përfshirë sekretari amerikan i shtetit dhe disa prej njerëzve më të fuqishëm të administratës amerikane për të shërbyer kryeministrit Rama. Sali Berisha dhe Partia Demokratike do ta thyenin këtë komplot, do ta shkatronin qëllimin e tij dhe do të bëheshin më të fortë dhe më demokratik. Kjo nisje e opozitës pas vitit 2021, ky rrugtim gati 4 vjeçar deri tani, përcaktoi edhe atë që është sot, përcaktoi edhe atë që përfaqëson sot, përcaktoi edhe natyrën e PD-s, të narrativës, të koalicioneve dhe të ekipit të saj në këto zgjedhje. Kjo nisje, ky rrugtim kërkonte padyshim teza radikale, qëndrime radikale, kërkonte një armik të madh dhe një komplot. Kjo nisje, ky rrugtim kërkonte njerëz besnik, ndjekës të pa diskutim të gjuhës dhe qëndrimeve të Sali Berishës. Kjo nisje dhe ky rrugtim kërkonin radhë të forta, bashkim të gjithkujt i cili në vite kishte lidhur PD-n me Berishën dhe Berishën me PD-n duke i bërë një dhe të vetme. Kështu ndodhi e gjitha kjo do të çonte në mënyrë të pashmangshme te kjo opozitë e sotme, te ky koalicion, te kjo narrativ dhe te ky ekip. Koalicioni nuk ka në vetvete asnjë parti të re e cila kundërshton kryeministrin Rama dhe sistemin e korruptuar të ngritur prej tij, por edhe prej gjithë politikës shqiptare në 34 vite. Në koalicion nuk është as Agron Shehaj, as Adriatik Lapaj, as Endri Shabani, as Lulzim Basha, as Dash Shehi, as Arlind Qori dhe askush që sulmon në tërësi gjithë sistemin politik të korruptuar i cili sot ka në majtë të tij Edi Ramën. Ky është një koalicion i detyruar, nuk mund të ishte ndryshe. Nëse PD do të hynte në një koalicion me Lapajn apo Shehajn apo Bashën apo Shabanin, ajo do duhet përmbyste nisjen dhe rrugën 4 vjeçare, nuk mund ta bëj. Në koalicion do të jetë kushdo që ka pasur rol dhe pesh në sistemin 34 vjeçar dhe nuk dëshiron shkallmimin e sistemit. Në koalicion do të ishin edhe figura qesharake që morën mandatet kur PD-ja u tërhoq nga parlamenti. Nisja dhe rruga 4 vjeçare do të impononte vetëm një narrativ. Narrativa është komploti i Ramës dhe i Sorosit që vazhdon. Ai ka kapur sistemin dhe drejtësinë, ka në dorë prokurorinë dhe sulmon e heton opozitën dhe ata që do Rama e komploti. PD-ja do të çlirojë Shqipërinë nga komploti ndërkombëtar dhe do të bëjë atë madhështore. PD nuk mund të thotë që do të thaj kënetën, që do të luftojë sistemin, që do të luftojë establishmentin, që do të luftojë marrëdhëniet klienteliste të biznesit të madh me politikën. Edhe ekipi drejtuesit politik do të jenë njerëz që bartin këtë narrativ, njerëz që mishrojnë frymën e rrugës 4 vjeçare. Nuk mund të ketë në të njerëz të rinj konservator apo liberal të thjeshtë. Në të do të ketë vetëm njerëz që përdorin gjuhën me armiq dhe komplote, njerëz që kanë dëshmuar besnikëri ndaj kësaj gjuhe, njerëz që kanë qenë pushtet dhe në drejtimin e PD-s prej vitesh apo edhe dekadash. Për këtë shkak, fitoria e zgjedhjeve pritet vetëm nga rënimi i qeverisë Rama prej arrestimeve të qeveritarëve të lartë dhe prej Las Civitas, konsulentit amerikan. Arrestimet e SPAK ndaj drejtuesve të lartë socialiste kanë dobësuar Ramën dhe socialistët, por PD-ja nuk përfiton elektoralisht sepse PD-ja kërkon të shkrijë fare SPAK-un. La Civita nuk mund t'i bëjë asgjë PD-s. Ai nuk mund të ndryshojë nisjen dhe rrugën 4 vjeçare të PD-s, nisje dhe rrugë që janë shkaku themelor i qëndrimeve sot. La Civita nuk mund ta bëjë PD-n, një parti që përfaqëson ndryshimin, që kërkon shkatrimin e sistemit korruptuar 34 vjeçar, tharjen e knetës, luftën ndaj klientelizmit dhe lidhjes së biznesit me politikën. Vetë PD e sheh La Civitan, jo njëri që do ta këshillojë për fushatën, për gjuhën dhe për qëndrimet, por si njëri që do të bëjë të mundur asociimin e PD-s me presidentin Trump,
dhe pastaj ky asociim të prodhoi vota në favor të PD-s. Kjo është një imagjinat dhe vetëm kaq. E gjitha kjo nuk e bën dhe nuk mund ta bëj PD-n një parti që përfaqëson ndryshimin, e gjitha kjo e fut PD-n në një fushat dëshpëruese.